ditësh. Para 20 ditësh, atëherë tashmë edhe Trumpi është ai që ka firmosur 360 milion dollar në ndihma Ukrainës. Normalisht krahasosh 360 milionësh me 1.6 miliard dollarësh është e pakrahasueshme, por ama në momentin që presidenti amerikan firmos ndihma Ukrainës, të japin ndihma të reja, pra jashtë atyre që janë firmosur, automatikisht lufta i ka kaluar këtij, pra nuk është më lufta e Bidenit, është lufta e Trumpit. Tani më kemi. Dhe në këtë moment ky nuk të riqet dot më. Pra, çfarëdo që të bëj, e ka të pamundur të reqen. Sepse i ka çuar këto kërkesa, nuk janë para që mund t'i japi vetë, janë para që i miraton Kongresi. Dhe në momentin që ti i çon Kongres, dhe Kongresi ta miraton dhënien e kësaj shume, dhe ti pas miratimit të kësaj dhënie së shume, thua më një herë pas disa që unë po të riqem, atëherë do japësh llogari, zotëri. Po si po të riqesh, ti po je parat, pra këto parat ti po jep para dhe ke nënshkruar një marrëveshje që këto para do t'i marrësh nëpërmjet mineraleve. Atëherë në rast se ti të riqesh, ti humbet edhe marrëveshjen edhe parat. Atëherë automatikisht presidenti Trump i hapet hetim për shpërdorim të fondeve publike, sepse janë fonde publike, këto nuk e ka nga xhepi. Pra, tërheqja është thjesht retorikë politike që përdoret aktualisht jo më për presion, sepse presionin e tij në rast se shihim tashmë nuk e ha as Rusia dhe as Zelenski, nuk pa ha më presionin e Trumpit. Pasi Zelenski e futi Trumpit të nënshkruaj për dhënien ndihmash, tashmë nuk e ha më presionin. Ka marrë fund presionin, as Zelenski s'ka marrë presionin. Por e bën këtë për të mashtruar publikisht opinionin amerikan, për mos dhënë llogari, sepse në fillim tha e mbyll për 2 ditë, pastaj për 4, pastaj 100 kaluan, tash e ka thënë edhe 100 tjera, tash i thotë të riqem. Pra, për të mos kërkuar dikush llogari këtij zotërisë, o zotëri, çfarë po bën ti? Cili është plani jot? Sepse konkretisht nuk ka shpalosur asnjë plan. Ai plani që ka shpalosur Kellogu nuk e ka dalë dhe ta mbrojë Trumpi. Pra është një plan që e ka shpalosur Kellogg. Po Trump nuk i ka qëndruar ti planin diçka mbrapa, që thotë po ky është plani jot, ne i qëndrojmë kësaj 1 2 3 4 pika. Pra thjesht e ka për retorikë politike të brendshme, për nevoja të brendshme, për arsye se kjo aktualisht është duke bërë gjithçka në kundërshtim me atë çfarë ka thënë deri më sot që kur nisi kandidonte për president. Me qartë. Zoti Bilali, si e shikon këtë moment, do më thënë, ku Trumpi pasi firmosi dealin me Zelenskin, kemi një intensifikim të rezistencës, po themi, të Ukrainës, dhe kemi dhe këtë deklarat Trumpit që thotë që unë mund të kërcënon se do të largohet nga këto përpjekjet për të negociuar paqen. Duket që marrëveshja për mineralet, që është bazakon tash të quajmë kësaj mendoj që ka kryer punë dhe tash duket ashtu. Ka kryer punë dhe tash ti arrin në një çosh, por nuk e besoj që është kështu krejt. Trumpi dëshiron që edhe këto ditë deri të enjtën ata arrin ndoshta edhe telefonata me Erdoganin ka qenë mbram në këtë sfond që të arrin janë pushim. Trumpi dëshiron që para opinionit amerikan, por edhe botëror spaku të arrin 30 ditë që janë pushimit. Mirë, po ky 30 ditë është jashtëzakonisht, mund të them se s'ka supervizor që e kontrollon furnizimin e Ukrainës dhe në këtë drejtim rusët janë të kujdesshëm që të ndërmarrin këtë hap. Por Trumpi ka nevojë për gjithë atyre premtime, ai ka thënë duket një fjali që ka bërë shaka në fushat për 24 orëshe. Trumpi jashtëzakonisht është, mund të them, person që ndryshon qëndrimet bukur shpesh dhe edhe për ngjarjet, situatat, por edhe për bashkëpunëtorët. Dhe mendoj që nesër mund del që të thotë që Putini është njeriu që e do paqe, mund të thotë edhe kështu, sepse ai duket që në këtë sfond ka arritur atë limitin që të ndryshojë nga paradita në masdit. Por në qëndrimin e fjalorin e tij kam fjalën. Por mendoj që ajo që do të arrihet në Ukrainë, sepse kemi informacionin, një ditë isha një debat dhe një person atu paraqet që me 4 baza do të jetë në Ukrainë. Tha, ju gabim e ke, se nuk do të ketë garancionet e sigurisë për Ukrainën nuk ke. Nga unë Amerikanëve, e kam fjalën. Dhe kjo tash është ajo problematika që Trumpi, sepse është një ballafaqim i drejt për drejt i trupave amerikane dhe ruse, dhe në këtë drejtim amerikanët nuk rrezikojnë. Por mendoj që e tëra kjo odisejad me Trumpin rreth Ukrainës besoj që nuk ka përfunduar, nga se amerikanët
e kanë maset të nevojshme që me Rusin të arrejnë dealin jo vetëm për Ukrajinën. Nga se mendoj që për të Ukrajinës ka problematika tjera dhe burime tjera që janë me interes për Amerikanët. Po, me që solle në bised telefonatën me Erdogan, për çfarë roli ka Erdogan dhe pse Donald Trump i dha, le të themi, kaq e bëri publike dhe bisedën që kishte diskutuar me domethënë çështjet për cilat kishte diskutuar me Erdogan. Çfarë roli mund të marrë Erdogan dhe Turqia në rastin konkret për sa i përket mundësisë për një armpushim? Tham drejtën, Turqia sot në gjeopolitikën botërore është lojtar në shahën e kësaj gjeopolitike, në platon ku mund të them bëhen dealet. Ajo që ka unë mendoj cekum sepse ai edhe në deklarimin e tij Trump e merr si dostum të mirë dhe per excellence Erdoganin, por mendoj ka qenë dy momente. E para, tham, situata paru situatën e Gaza, por a mund të jetë një lloj ndërmjetësuesi të Putinit që të arrihet 30 ditë që pushimit, a mund të luajë Erdogani një rol, dhe mendoj që ka qenë ajo thojza konstruktive, mendoj që ka pas një ballafaqim gjatë goditjes afër pallatit të presidencës siriane, kur në ajër janë ndeshur F-16 turk me avionet izraelit. Dhe ka pasur një kontakt fonik përmes radiolidhjeve që situata ka mund të eskalojë. Turqët kanë marrë informacione që mund të goditen pozicionet turke në Siri dhe ka qenë gabim i tij dhe ka tërhequr vrejtjen që të largohen nga hapësira ajrore siriane. Do thotë ka qenë vrejtja e tillë mund të them pilotëve turq dhe komandove turke. Dhe kjo më duket që ka qenë ajo arsyeja dhe ajo fjalia që në prezencë në takim me Netanyahu kur të keni probleme unë mund të ndërhyj. Po, Trump mendoj që kjo situatë këtë po them Jerusalem Post edhe N12 që Izraelit e ka përshkruar, mund të duket ndoshta edhe spekulim, por besoj që është reale. Jo, qofse ka pas një përplasje, domethënë midis Turqisë dhe avionëve turk dhe avionëve izraelit. Siria është ajo ndeshja për të ardhmen që do të jetë mes Turqisë dhe Izraelit. Gaza besoj që ka qenë pika e pakalueshme e bisedës telefonike, meqense tash operacioni karroca e Goldenit më duket është një mit biblik, sepse edhe në 47-ën gjatë luftës së Nakabës është përdorur, është reaktivizuar tash në Gaza. Plani izraelit tash që do startojë në Gaza. Është do thotë një fjali biblike atje, ku do thotë arritja me karroca, përgjigja e pushtuesve sipas tyre në Biblën e Vjetër, dhe tash reaktivizohet mbas Nakabës, aktivizohet tash në Gaza, që ka qëllim shfarosje dhe deportimin e palestinezëve nga trojet e tyre. Dhe ky operacion besoj që ka qenë temë e bisedës telefonike, por sa do të ketë dikim për të nalur këtë katrahur dhe brutalitet në Gaza, unë e dyshoj. Menjëherë do kalojmë në Gaza, po do të diskutojmë për bisedën, pastaj jemi direkt në Gaza. Dritan, pse Erdogani i rëndësishëm për sa i përket mundësisë për një paqe si në Ukrainë edhe në lindjen e mesme, le të them? Nuk besoj që Erdogani ka një rëndësi për çështjen e Ukrainës. Fakti që Erdogani është i ftuar në paradën e 9 majit, edhe as nuk ka kërkuar të vetë, do të thonë që nuk është i rëndësishëm në këtë çështjen e Ukrainës tashmë. Nuk është i ftuar në paradën e 9 majit. Jo, nuk është i ftuar në paradën e 9 majit, për arsye sepse Turqia nuk mori pjesë në luftën e dytë botërore. Por sërish nuk është i ftuar. Po. Pra, duke mos qenë i ftuar nuk ka asnjë lloj rëndësie në të. Dhe nuk ka për të pasur më këtë tutje, nuk ka rëndësi në aspektin e luftës në Ukrainë, për arsye se tashmë kishte rëndësi deri në momentin që
rusët nuk kishin komunikim të drejtë për drejtë me amerikanët. Prej momentit që rusët kanë komunikim të drejtë për drejtë me amerikanët, pra palët e tyre takohen, grupet e tyre të punës takohen dhe flasin, siç e tha edhe Trumpi, pra gjithë fundjavën që shkoi, tha kemi pasur kontakte të mira dhe biseda të mira me palën ruse. Pra dolin deklaratat. Pra kjo do thotë që nuk kanë nevojë këtu në këtë mes për Erdoganin, pra nuk hyn në këtë mes. Por është një shprehje klishe që po flasim për këtë dhe për atë, ndërkohë që unë mendoj që kanë folur vetëm për dy çështje kryesore. Dy çështje kryesore ka të bëjë Siria dhe Gaza. E para Siria, për atë që tha zoti Bilali se ka pasur një përplasje midis avionëve izraelit dhe avionëve turq. Avionët turq kanë arritur të bllokojnë me anë të luftës elektronike një pjesë të mirë të avionëve izraelit, duke i detyruar ata të kthehen dhe të abandonojnë objektivat e tyre të cilat kishin plan për t'i goditur. Dhe kjo do thotë duke u penguar atyre dhe komunikimin me bazën e tyre në Izrael. Pra, shpërdorur deri në këtë pikë, pra ndërprerja e valve, dhe në rast se ndodh kjo automatikisht piloti në ajër, pra duke mos pasur asnjë lloj komunikimi dhe duke pasur probleme edhe me aparaturat në bord, sepse ajo shkakton probleme edhe me aparaturat në bord dhe një pjesë e pilotëve janë detyruar të përdorin, me fjalë vetëm sistemet, jo sistemin GPS për t'u kthyer më mbrapa dhe as aparaturat e bord, por vetëm busullat që nuk janë elektronike. Pra, busullat mekanike që kanë avionët, vetëm ato kanë arritur të kthehen, orientuar sepse nuk funksiononte asnjë lloj aparature tjetër. Në momentin që kjo ndodh, pra ti është njësoj sikur ta futësh avionin në atë kur e bën lokacioni, që bëhet lokacioni i mbrojtjes, kundër ose lokacioni që bën avioni me anë të radarëve, është njësoj si ta futësh atë avionin tjetër në shënjestër. Pra për atë momenti ai nuk ka asnjë lloj mbrojtje, asnjë lloj gjë, nuk i funksionon asnjë gjë elektronike. I dorëzuar. Pra, absolutisht është i shkatëruar dhe në këtë moment ka ndërhyrë fuqishëm, e para dhe e dyta, Turqia ka prej disa ditësh që po deklaron ndërprerjen e menjëhershme të evakuimit të qytetarëve të Gazës mbi baza humanitare në drejtim të Francës, Gjermanisë dhe Belgjikës. Ka pothuajse për një javë që ka nisur zhvendosja e këtyre njerëzve në drejtim të Francës, Belgjikës dhe Gjermanisë. Dhe si po bëhet? Po bëhet nëpërmjet palestinezëve të Gazës. Po bëhet nëpërmjet organizatave franceze që funksiononin në Gaza përpara luftës, organizatave gjermane dhe organizatave belge. Dhe këto organizata çfarë bëjnë? Kanë hapur tashmë dhe po marrin përveç që po duan të marrin, pra të marrin në këto vendet e tyre të gjithë punonjësit e këtyre organizatave, kanë hapur lojën që po marrin edhe njerëzit e rrethit të parë të gjakut të këtyre organizatave. Pra, domethënë vllajin, motrën, gjithë ato dhe familjarët e tyre. Dhe deri më tashti, numri nuk është i madh atyre të larguarve, deri më tashti, për në drejtim të Francës kanë fluturuar rreth 150 veta, 150 kanë fluturuar në drejtim të Gjermanisë dhe deri më tashti vetëm 70 veta në drejtim të Belgjikës. Po ky numër po vazhdon po rritet, por kanë filluar largimet dhe Turqia është e para e cila Erdogani është i pari që ka kërkuar ndërprerjen e menjëhershme të kësaj. Sepse është pastrim etnik. Mbi çfarë lloj baze ky është pastrim etnik i pastër. Dhe i ka kërkuar Izraelit që ta ndërpresë sepse po këtë gjë po e lehtëson Izraeli, pra ushtria izraelite është duke i gjetur këta njerëz, duke i marrë dhe duke i çuar në aeroportin, jo në aeroportin Ben Gurion, por ngrihen nga një aeroport ushtarak në afërsitë të Gazës dhe që aty po fluturojnë. Pra fluturimet po kryen nga një aeroport ushtarak, jo nga aeroport civil. Po, në drejtim të këtyre tre vendeve të Bashkimit Evropian. Dhe për këto dyja mendoj që ka qenë biseda, sepse imagjinoni biseda ka ardhur, kërkesa për bisedë ka ardhur nga Trumpi direkt pas pengesës që avionët turq kanë bërë avionëve izraelit mbi Siri. Dhe e gjithë deklarata e Trumpit është deklarat në formën e një lëpirje ndaj Erdoganit, që ky është njeri i mirë, ky është miku i mirë, pra e ke parasysh një lëpirje e pashu për të rritur vlerën e Erdoganit, që shi sa vlerë ke ti për mua, shi unë po ty t'jap edhe për, pra po me ty po flas edhe për Ukrainën, por s'ka asnjë vlerë për Ukrainën, pra me ty flas edhe për Ukrainën, pra ti je shumë i rëndësishëm për mua, por ama lëre Izraelin ti shfarosi etnikisht palestinezët, pra lëre Izraelin ta vazhdoj genocidin. Pra mos e ndërpre ti Izraelin në genocid, mos e ndërpre ëndrrën e madhe të Izraelit për të zgjeruar, pra për të marrë edhe Sirinë dhe për të shkatëruar edhe Sirinë. Ndërkohë, dritan, po zoti Bilali. Po planifikohet edhe takim ose në Ankara ose në Washington. Unë nuk e thash atë që është sepse kanë biseda që tha edhe zoti Goxha me plotësisht me. Por për 30 ditë që në pushimit mos mund të jetë një lloj mësiti, një lloj sebebi. Nuk e besoj që ka qenë edhe unë qendrore ajo me Ukrainën. Një fondacion i quajtur humanitar për Gazën është regjistruar në Zhenevë fillim të këtij viti, operacioni i tillë, i cili është nuk është, mund të quajmë mas pak dhe fondacion humanitar, implikun me disa përfaqësues
amerikan dhe çuditërisht emra që janë të lidhur me lobin izraelit, që ndihmat humanitare në Gaza të vinë përmes një kompanie të sigurimit që do të jetë armatosur amerikane dhe tërhiqja nga veriu i Gazës dhe të bartet popullsia në jug. Në atë hapësirë sa është Gaza. Dhe ky operacion me të vërtetë paraqet rrezik të madh, se do thotë komplet të merr në kontroll ushtria izraelite në së bashku me këtë organizatë e cila paraqitet si organizatë e sigurisë, që është ekskluziv amerikane, dhe në farë mënyre të arrijet ajo që ka quhet deportim masiv i popullatës palestineze dhe të kalohet në rivjerën e Trumpit. Këto momente besoj që kanë qenë tema dhe sigurisht që Erdogani ka qenë ai që ka insistuar nga Trump që të ndalet kjo shkulje, më të them, kjo dhunë deportim, largim i popullatës palestineze, sepse kështu fillon. Dhe mendoj që kontributi i Erdoganit dhe ajo që ka jep hak Trumpi ekskluziv ka të bëjë me Izraelin. Por loja nuk ka përfunduar. Mendoj që ballafaqimi do të jetë në Siri. Dritan, ndërkohë, siç tha edhe zoti Bilali, kemi një shpallje për pushtimin e plot, po them mund të Gazës nga ana e Izraelit. Ka patur, domethënë, si thuash, shqetësime për shkak se kjo do të çonte në eliminimin e pengjeve nga ana e Hamasit. Pyetja lidhet me çfarë do të prodhoj kjo dhe çfarë do të thotë kjo gjë, domethënë kur Izraeli shpall pushtimin e plot të Gazës dhe çfarë do të bëj, çfarë po bën Hamasi në këtë histori, sepse deri tani përballë gjithë kësaj Hamasi nuk s'po duket gjikundi në kuptimin e gjës. Dhe a lidhet kjo pastaj dua ta kuptoj sepse pas gjithë kësaj organizata që ka bërë rezistencën më të madhe për Gazën, pothuajse është strategji, është pjesë e një plani, është pjesë e një marrëveshje, çfarë po ndodh? Nuk është hera e parë që Izraeli tenton të pushtojë Gazën. Pra e ka pushtuar Gazën nga viti 1967 në vitin 2005. Për 38 vjet Gaza ka qenë nën pushtimin izraelit, totalisht nën kontrollin e ushtrisë izraelite. Nuk është hera e parë. Dhe në 2005-ën vendosi në atë kohë Ariel Sharoni të tërhiqej nga Gaza. Dhe u tërhoq nga Gaza dhe tërhoqi edhe 21 kolonit që kishte në rripin e Gazës, koloni izraelite, të cilat banoheshin nga 9000 kolon izraelit, i tërhoqi edhe ato. Dhe prej atij momenti, për vitin 2005 mbrapa, Gaza në 2005 kaloi nën kontrollin e autoritetit palestinez, në 2006 me zgjedhjet që u bën fitoi Hamasi dhe e mori kontrollin Hamasi. Pra fitoi zgjedhjet në 2006. Pra kjo është, pra deri në atë vitin 2005 për 38 vjet Gaza ka qenë nën pushtimin total të ushtrisë izraelite. Okej, nuk është gjë e re, nuk është gjë e re që po ndodhi. E gjitha gjë po duan të bëjnë, por në këtë rast kemi dy gjëra të reja në këtë aspekt. E para është që kjo po bëhet në këtë nivel lufte dhe kjo përcakton, po bëhet me qëllim pushtimi, po bëhet me qëllim përzinjen e gjithë popullatës. Pastrimin etnik. Pastrimin etnik të popullatës, e cila do fillojë një herë pastrimin etnik nga ana e jugut t'i çojmë, nga veriu t'i çojmë në jug, dhe pastaj nga jugu ose t'i shpërndajnë sipas planit të Trumpit, ose me dhunë ti detyrojnë të thyen kufirin me Egjiptin, pra vetë njerëzit për shkak të mungesës, dhe të shkojnë në Sinai. Dhe atje, duke qenë se egjiptianët nuk do t'i pranojnë t'i çojnë drejt Egjiptit, do t'i ndalin në Sinai. Dhe në Sinai atëherë realizohet plani i vjetër ushtarak që kanë paraqitur disa general në fillimin e këtyre luftimeve para 19 muajve që t'i zhvendosim të gjithë popullatën e Gazës për 2.3 milion në Sinai dhe atje të ndërtojmë atyre pallata dhe le të jetojnë atje në Sinai. Në gatishmën e Sinai. Plani bërë për para. Është bërë në ato kohë që nisi luftimet, në nëndor të 2023-shit. Përse po bëhet kjo? Aktualisht izraelitët kanë kuptuar diçka. Pra, Hamasi po bën një luftë guerrile. Dhe nuk është e vërtet ajo që juve po thonë që Hamasi nuk është efektiv, është totalisht efektiv. Për çdo ditë ka, po nuk e di se pra, shikoni, do të kemi gjë parasysh, mediat janë të kontrolluara totalisht nga lobi izraelit dhe nga izraelitët. Pra, shteti nazist
nazifashisti i Izraelit, cili po bën të genocid, kontrollon totalisht mediat. Gjithandej. Por për çdo ditë, Edhe në Turqi, edhe në Turqi. edhe media turke. Edhe media turke nuk kanë edhe media turke, po shihni sa shumë e ka bllokuar Turqia, asnjë gjë si ka bërë, ka pasur gjitha mundësi të bllokonte për